Kuptohet që këngët e mira, edhe ato këngë që të vënë fiksim i ditëve të fundit, i dëgjën edhe në lokal, edhe i shijon momentet e bukura dhe këngët edhe klipin edhe krejt, sidomos kur e sheh një këngëtare të bukur të formume që është një vajzë e ëmbël, e kam afër realisht, na ka prit për kafe që sa po mbetëm rrugëve të Tiranës, Krysitas Fyshe. Mirë, si jeti? Mirë, po që kjo kënga jote prej që jom nis prej Kosovës, jom të ngu bashkë me Sardin të betohen. E di, është... Kujt ju kem betu? Shiko, kjo është pyetja që më bëhet gjithmonë, nuk e kuptoj pse më bën që më këtë pyetje. Kujt e ke dedikuar këtë, kujt ja ke kënduar këtë, kujt ju ke betu, kujt i thua kështu, kujt i thua ashtu. Është një problem shumë i madh sepse unë nuk i shkruaj vetë këto këngët e mia, thonë nuk është se unë jam po dedikoj diçka edhe po i betohem dikujt. Mbase në të ardhmen mund të jetë një dedikim. Jo. S'po pajtona këtu me ty, pse s'po pajtona? Momentin që unë dëgjoj këngën, më shkon mendja një moment prej jetës. S'paku edhe ty kur e ke kënu një moment ka shku, tash. Po normal që më ka shku. Faleminderit. Si po shkojnë punë, kënga domethënë Super Fire, bashkë me atë djalosh, ajo skena ma e bukra në klip, është ajo kështu. A realizojmë live. Hajde. Po, hajde. It's pak. Po përse, duhet këndosh o jetë ndonë akoma. Se nuk e patëm mundësi, po. Se patëm do që unë ta këtroja. Sa keqe se kena Sardin, se shatë e kështë po këta po fojë. Kështë po aty. Unë ja nisa direkt për këngës fundit, një këngë që të tërgova që më ka bo për vete, për alisht të Krusitën e kemi pa dimenzionet të ndryshme sa i përket zonit saj. Është ajo kënga që kjo ta bën akull. Po. Ajo është... Ktheva te akulli. Para 7 vjetësh, I think, nuk e di, 8. 7 ose 8. Okej. Edhe prej aty, realisht, akulli ka qenë një ndër këngët që ke fillu realisht me kthy njerëz kokën e me pa kush është ajo vajzat që në zonën e saj na boni për veti. Yes. Akulli ka qenë, le të themi, nisja e karrierës time, pavarësisht se unë këndoj që fëmijë që e vogël, po mendoj se ajo ishte kënga ime parë, edhe ajo ku më vërtet më njohën njerëzit. Nisja dhe realisht nuk u ndalje. Kemi dëgju këngë të shumta, ke pauzu pak një kohë. Qa ndodhi, pse ajo pauze? Isha shumë e fokusuar te shkolla në atë periudhë dhe duke qenë se unë bëj shkollë që nuk ka lidhje me muzikën, domethënë, kështu që thash ta mbaroj këtë, ta heq si hall. Tani të fokusohem te muzika. A ke si hall? Kam heq, kam 3 vjet. Dhe tani në çfarë stadie, domethënë çfarë titulli ke marrë për asaj? Tani jam juriste dhe avokate. Jemi kolegë, si unë një magjistër i shkencave juridike, si jetë flasim për ligjet. Po, jam shumë dakord. Pse është vendosja me studiu juridikun këtë rast? Po nuk e di, ka qenë një zgjedhje shumë spontane, domethënë unë historikisht kam dashur të studioj mjekësi. Diçka erdhi më foli dikush te veshje, tha jo, shko këtu. Në fakt ishte babi që më sugjeroi të mos e studioja mjekësinë, duke qenë se ai e di sa shumë e dua unë muzikën. Edhe e mendoj më të arsyeshme, tha bab nuk do kesh kohë që ta bësh ta, nëse ti vendos që të bësh mjekë, ta nuk do kesh kohë ta bësh më këtë gjë. Kurse kështu mendoj se mund të ishte pak më e lehtë për mua, edhe të kisha më shumë kohë për muzikën, që nuk e vë dot, domethënë nuk vë dot asnjërin nga këto shkolla. Domethënë është muzika, pastaj ca vende të lira. Pastaj shkolla. Pastaj po. Gjatë studimeve ti ke nxjerrë edhe këngën akull në atë periudhë kohore dhe realisht po besoj që të gjithë e kanë kthy kokën me pa, kjo kolegja. Si ka qenë reagimi edhe ai momenti atyre ditëve të akullit, juridikut, kolegëve në atë kohë? Shiko, ishte shumë bukur, sepse një ditë të bukur ditës time, unë u zgjova në mëngjes edhe çdo njeri më njefte. Literalisht ka qenë, le të themi, jo një ditë, po ka qenë një javë.
Më kupton që kënga u bë shumë virale edhe ishte dëgjoj në çdo vend të mundshëm. Edhe ishte shumë e bukur si ndjesi, normalisht edhe shumë emocionuese patjetër, sepse ishte një gjë që unë doja ta harrija prej kohësh, kështu që Po, me qenë se të kjo pjesa pak njerëz flasin dhe pjesa që unë kom dasht me arrit prej kohësh edhe kur e arrit. Është fiks ashtu si që ke imagjinu, apo ka gjëna ma të bukra se që mund është me imagjinu atë pjesë? Shiko, ka gjëra më të bukura, ka dhe gjëra më të shëmtuara, që ti nuk i pret, ti mendon se unë isha shumë e vogël, isha 19 vjeç, edhe ti mendon se është shumë e bukur industria, muzika, çdo kusht të njeh ty, wow, sa bukur, do bëjmë këngë, po ti nuk e di që ti po futesh në përkthetra, realisht. Po nejse, këtë tani kjo është fazë e kaluar. Po ndalim te këto kthetrat. Me qenë se ceken i 19 vjeçare që brenda javës domethënë arritën me njoftë të gjithë. Kthetrat e para i ke pas për njerëzit të profesionit të njegëm të në muzikë, apo për atyre që nuk kanë pas bëjnë në muzikë? Apo për dy palëve? Për të dyjave mendoj. Mendoj për të dyjave, po ajo që më ka dhimbt më shumë është patjetër njerëzit që janë pjesë e muzikës edhe që nuk duan të të shohin ty që ti bësh sukses. A ka pas tentime tilla që me nalë edhe me zbet dëshirën tënde për muzikën? Po. Pre atyne njerëzve që ndoshta dikur i ke pas meq, apo thjesht nuk i ke njoft edhe ke fillu me i njoft pas momentit që ke dalë në fakt? Shiko, nuk është se... Nuk është se mua do më ndalon të dikush që unë të bëja muzikë, apo qoftë urrejtja e njerëzve, apo inati i tyre, absolutisht jo. Thjesht, unë kam pas ato pyetjet e mia në kokë, sepse isha shumë e vogël edhe nuk e dija nëse kjo ishte gjëja dur, nëse unë mund ta përballoja dot psikologjikisht, kështu që ka pas gjëra të tilla që kam. Po, gjëra të tilla. Po ka pas për shembull ndaj koleg ose kolege në këtë rast që ka tendu me një formë ose me një formë të tjetër me ndal muzikën tonë mos me dalë ndaj këngë ose me të bëj diçka mrapa shpinës në ndaj brël ose kështu. Po duhet të pyet saktë apo pra si përgjigjet sinqert këtë pjesë. Tani në dienin time unë mendoj se po. Okej. Pavarësisht se nuk është se ka qenë dikush i drejt për drejt dhe i hapur që ta tregoj ashtu inatin e vet apo... Mos ajo mrapa që ndodh. Po, unë mendoj se po. Në rregull, po e kalojmë. Domethënë ke kalu realisht këtë fazë, sepse ti pastaj ke vazhduar dhe nuk je ndalë realisht me këngë të shumta me bashkëpunime njëkohësisht. Ma mirë me bëni këngë vet apo një bashkëpunim. Çysh është ajo ndjenja? Një duet apo një këngë solo? Se di, mua më pëlqejnë shumë bashkëpunimet në të vërtetë. Kështu që nuk është e ndaj dot, të them të drejtën, po për mua është okay të dyja. Tani edhe kur kam bashkëpunime me njerëz që vërtet mund të bashkëpunoj, që ka kimi mes bashkëpunimit, e kupton? Më pëlqen. Jam bë disa vite që realisht je në skenë. Sot që ka kalu një periudhë kohore, e këngëve, bashkëpunimeve, klipeve, çka i thu vetës tonë në atë moshën 19 vjeçare të fillimeve? Por ju, nuk e ke ditë se ç'a të pret. Domethënë, e shkret aty që se ke ditë kur ç'a të pret. Nëse e kishe ditë ç'a të pret, e kishe vazhdu apo e kishe marrë? Jo, e kisha vazhdu, of course. Në është dashnia ajo që të shtin me e bolë që të mund. Mirë. Je shumë aktive edhe në punë, sepse shohim duke këndu edhe në vende të ndryshme, domethënë duke performu këngë të zhanreve të ndryshme. Cila është ajo këngë ndoshta kur e këndon, jo tani prej këngëve tua, apo prej këngëve pavarësisht çfarë do zhanri që e këndon, një këngë që e këndon gjithë publiku me ty. Jeta prapë vazhdoj. Pse mos me vazhdu edhe na këtë këngë? Është tani e këndojnë gjithë duan, çuditërisht ne jemi shumë të lënduar, kështu si rini edhe nuk... Cili kishme qenë këngëtarit që kishe dashur me bëni bashkëpunim?
ose këngëtarja? Këngëtarja ose këngëtarja. Tani nuk e di, janë shumë, di unë vlerësoj shumë nga industria jonë, shumë këngëtar. Një këngëtare për shembull që unë kam shumë xhane dhe që më jep energji shumë të mirë dhe është shumë humble, është Rina. Rina? Okej. Po me kës kishe bashkëpunuar, ka shumë Nuk e them. Fal. Jo. I don't know. Nuk e di, as vetë se di. Se janë shumë. Okej. Me bashkëpunimi më i mirë për ty deri sot. Hajde tash mos thuaj se s'kam më thonë. Jo, se nuk mund t'i ndaj dot, më kupton? Okej. Shikoj, nëse flasim bashkëpunimet e mia, Këngëve tua. po, janë normalisht janë me artistë shumë të mirë. Po flas për dy të fundit, që është njëri me Dejzon edhe tjetri me Sardin. Nëse do zgjidhja nuk mund të zgjedh mes tyre si persona, sepse i kam shumë xhan që të dy. Po flasim gjithmonë për këngën, jo për... Nëse do zgjidhja këngën që mua e kam ndier më shumë, është bashkëpunimi me Sardin. Me Sardin. Realisht është pak më... Është pak melankolike. Melankolik, pra, se kështu jam unë melankolike. Okej, në videoklip, me cilin ke kalu më mirë? Cili është më fani në atë aspektin, domethënë gjatë xhirimeve, incizimit të këngës e gjitha këto? Me të dy kam kalu shumë mirë, okej, me Dejzon është shumë... Pse, për shembull, po ndalem te kjo pjesa e Dejzos. Në qenë se ne kemi bisedu disa herë me Dejzon, por nuk është që kemi pas ndoshta ndaj takim të drejt për drejt. Sa beson në bashkëpunëtorët momental që i ke? 100%. A je shumë e sigurt? Po. Për shembull, nëse unë tash të sfidojnë këto momente, në ftoftë nxehtë, me ftu Dejzon më anë me pini kafe, me qenë se mu nuk më ka lajmëru. Okay. Unë e kom telefonu ma herët me gjithë stafin e ftoftë nxehtë, nuk më ka lajmëru. Se do t'i bëjnë amin, ta? Okej. Ta marrë telefon. Te marrësh në telefon edhe me i thonë, a ka mundësi më ardh me pini kafe? Me qenë se mu nuk më ka lajmëru, Dejzo. A ta hapin telefonin zakonisht? Po, gjithmonë. S'pa hap. Po, gjithmonë edhe s'pa hap. Po, s'pa hap, pra, se kështu... Për ndryshe... Më mbylli, Okej. Mos e shqetëso, ndoshta është me naj punë. A boshun, për shembull, me nerva ku nuk ta hapin telefonin, sidomos bashkëpunëtor? T'merr me nerva. A ma shumë ku nuk ta hap apo ta mbyll? Të dyja. Nëse ka diçka, nëse jam shumë busy, thot marr për pak. Okej. Mirë, nejse, po e vazhdojmë, s'prish punë, i përshëndesim Dejzën. Mendova që realisht jeni miq shumë të mirë dhe gjithmonë njëri tjetrit i gjindeni në këto momente. Jemi miq të mirë, ajo s'ka të thotë, po jeta prap vazhdoj. Jeta prap vazhdoj, dhe pse s'na hapi Dejzo telefonin. E vërtet. Në rregull, cilat janë tash planet? Çka je tu përgatit? Ke filluar me bën ai këngë tjetër, sepse të betohen vetëm është ende në ato fillimet e ëndja dhe ka grumbullu klikimet shumë ta? Patjetër që po, se nuk e shfrytëzoj kohën time kot në studio, unë shumicën e kohës e kaloj në studio. Po kam shumë projekte që i kam gati edhe do dalin shumë shpejt. Do t'ketë ndoj bashkëpunim, apo ende nuk e ke vendosur, sepse sigurisht me qenë se je në studio në shumicën e kohës, ke këngë shumë ta që ke përgatitur. Kam këngë që i kam edhe vetëm, ka patjetër që do ketë bashkëpunime tjera, normal. Po nuk e dim akoma se me këtë. Pjesa më përshëndetje. Veç pak se erdhi. Që kjo pjesa? Si e pro? A je mirë? A u lodhe? Hajde. Do s'ka problem se do të rraf pastaj, nuk ka problem. Okej, para kamerave rrim pak më. Unë edhe ti po e ndaj mikrofonin bashkë këtë rast,
sa për informacion, unë e kam telefonu, sepse më telefonohet. Djeti që unë ta hap gjithmonë telefonin, kështu që... Edhe i thash mos ja hap telefonin, thash se po ja bëjmë shumë me nerva. E ja kena arrit. Bravo. Për ndryshme më thash kena arë me pi kafe dhe sot kafe nuk pita, kështu që Dezo ta ndjerët shumë. Dezo si e? Po e ndaj mikrofonin bashkë, realisht. Trego qa ka të re. Kam një këngë, do ta publikoj shumë shpejt, me titull Si u bëm ne. Klipin e kam mbaru, thjesht po pres kohën edhe momentin e dur që ta nxjerr. Më let me bo këngën e fundit apo këngën që e ke pas në Krusitë? Një thikje, lutem që të përgjigjet saktë. Sinqerisht, atë këngë e kam dash shumë, ekstrem, po them shumë, edhe xhirimet prap i du shumë se kemi kalu shumë mirë, jemi knaq, përveç klipit kemi kalu shumë bukur, kështu që vlerësoj më shumë klipit me Krusitën. Okej. Ke shumë bashkëpunimet. Nëse zgjedhim mes Krusitës edhe Florian Tufallarit, cilën e zgjedh? Si bashkëpunime më të mirë? Tani... I ke bërë një pyetje shumë të vështirë tani, nuk e di. Përgjigju sinqert sepse po unë nuk më zgjidhem. Është përgjigj. Krusita është përgjigj. Ai që bënej pyetje për mua. Çka ka thonë? Pastaj të tregoj, jo, tregoj. Tregon pastaj. Nuk mërzitem unë, s'ka problem se pastaj ta tregoj, pastaj nuk ka problem. Kë mendon ti që do zgjedhni? Po Flori do zgjedhësh më po tani. Jo, këngën me Krusitën. Okej, Katila është këngë e bukur, pëlqen. Por këngën me Krusitën e dashuroj si këngë. Më ka pëlqyer shumë që momentin që e kena realizuar si këngë, kështu që atë këngë e vlerësoj shumë. Kaq. Me Florianin një odhash. Jo, nuk ka lidhje. Jo që e ula. Po të ngacmoj, sepse po e bëj me Kastilin. A e din cilën këngë ka zgjedh Krusita mes teje dhe Sartit? Do ta shoh intervistën. Jo që po tregoj unë tash se kam qef mi para agimet. Krusita ka zgjedh këngën me Sartin. Po mos, shiko, se u treguar shumë poshtër. Ky hoqi don nga Katilja për ty. Po që sa i poshtër u tregua, se më tha mua me kë ke kaluar më mirë në xhirime, ata i thash me Dezon, po për mua, domethënë për shpirtin tim, ajo kënga me Sartin është pak më e ndjerë. A kupton? Krusita në një lidhje apo single? Po Na zbuljo, do më thonë bëjë plus Krusitën në këto momente. A është single apo në lidhje? Se dini unë për Krusitën? Jo, për këtë arsye po e plus para teje, që nëse nuk na e përgjigjen e saktë, po. Përgjigja ju të pa. Apo jo, po do përgjigje i Deza. Për mua se unë nuk e di, domethënë. Na herë njerëzit e dinë shumë, e di që njerëzit e dinë më mirë na herë. Jam apo s'jam në lidhje? A je as je në lidhje? Po ja pra do të përgjigje Deza. Hajde Deza. Krusita s'është në lidhje. Unë sy e vesh isha. Edhe Arjani, edhe Fatos ishim kajtë kështu. E di, po unë e puna pak dramatike. Pak dramatike, okej. Kënga ju ka qenë shumë e suksesshme, po harroj që jam të nda mikrofonin. Kënga juaj ka qenë shumë e suksesshme. E bën kjo që me sjell edhe një këngë tjetër bashkë? Po kismet Zotit, pse jo ne po bashkëpunojmë gjatë gjithë kohës me Krusitës. Jena non-stop studio të punu, kështu që nëse del diçka e mirë, as unë se refuzoj, besoj as Krusita. Se nëse refuzon. Flasim pastaj. Nuk e refuzon. Okej. Veset më të këqija të njëri tjetrit, cilat janë? Po fillojmë. Jo, po fillojmë. Jo, vazhdojmë Krusitën. A kam në i keshme? Se do ta thoja, nuk... S'kam në i vesa. Dezo është... Nuk e di... Një gjë që ma caron, për shembull, është se ka kohën shumë të limituar gjithmonë, edhe thot hajde shpejt do ikim. Kush është një gjë të pyete pak tash? Po, vetëm një sekundë, më mirë shpejta ngadalë. Tani, kjo ka të shkoj mas kohës. Qofse ke kohë,
Nga dalë, nëse s'ke kohë, shpejt edhe... Hiti del më mirë, domethënë kur je shpejt apo më ngadalë? Me thonë drejt shpejt. Shpejt. Okej. Gjërat e bukura bëhen gjithmonë shpejt. Shpejt ma kthe dhe përgjigjen, vesi më i keq i krusitës. Vesi më i keq i krusitës. Më që të pengon ty. Që më pengon mu. Thuaj, s'ka problem. Pa më se E kamera kafe po pim. Në makinë e dashuron pak telefonin, se rrim të ndru kongët, se kur jemi të dy në makinë, jemi si në klab, këndojmë, kërcejmë, qeshim. Kur e marrëm telefonin s'ma len, ti s'din thot si edhe shkon, kështu që këtë Nuk din me vërtet. Me telefon. Dhe se qia s'ka, shumë vajzë mirë. Unë po ndihem realisht si në shpejt, pavarësisht që jemi afër studios e kështu. Kisha dashur pjesën e intervistës me përmbyll me diçka për juve të tëre. Qa? Ndoj refrena, diçka, ndoj fjala, ose njëri le të këndon tjetri le duar trokas. Ja le të këndoj. Jo më refrenin e këtë. Okej, e bëjmë refrenin e këngës. Unë fillimisht faleminderit shumë për kohën. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit shumë edhe ti. Erdhe. Nuk e konsideroj këtë kafe sepse ju du në studio, e atje du të me kënduar dhe po situar. Kështu që faleminderit shumë, kafen po e shijojmë, edhe po e lo që me përmbyll ju dy dhe po ta tërzojmë. Gati. Yes. Hajde, te kamrat apo te graniti? Kënem granitit më mirë, si është? Okej. Hajde. 1, 2, 3. Kumale, dashnin zemër kumale. Si nane, mo nuk jena si nane. Faleminderit shumë. Faleminderit.